Sot do të flasim për diçka që na prek të gjithëve. Pse idetë geniale, projektet e mëdha, ndonjëherë thjesht shpërthejnë. Do të futemi thellë në psikologjinë e humbjes, një forcë e padukshme por tepër e fuqishme, që në fakt drejton vendimet tona më të rëndësishme, si në biznes, ashtu edhe në jetë. Ja, kjo është pyetja që i lë pa gjumë sipërmarrësit. Si ka mundësi që një vizion kaq i qartë, kaq premtues, përfundon në hije pluhur? Për ta kuptuar këtë, do të ndjekim këshillat e dikujt që e ka parë katastrofën me sytë e tij, Jimbo. Kjo ide shkon kundër çdo gjëje që na kanë mësuar për suksesin. Të gjithë flasin për të fituar, por askush nuk flet për të mos humbur. Imagjinoni sikur po ndërtonin një anije. Para se të mendoni sa shpejt do të lundroj, a nuk do të ishte më mirë të siguroheshit që nuk do të fundoset? Pikërisht këtë thot edhe Paul. Suksesi vërtet nuk është të kapësh fitimin më të madh, por të ndërtosh diçka aq të fortë sa t'i bëj ballë çdo stuhie. Mirë. Tani le ta shohim se si funksionojnë këto parime në botën e reale përmes një historie. Do të analizojmë rastin e Albanit, një sipërmarrës i ri me një ide fantastike. Artizanet, një platformë online për artizanët lokal. Albani e kishte të gjithë formulën e suksesit në letër. Një ide inovative, investitorë që besuan tek ai dhe një plan super të detajuar për të pushtuar tregun. Ai e shihte vetëm fitoren. Kishte ndërtuar një autostradë drejt suksesit, pa menduar kurrë të ndërtonte as edhe një rrugicë dalje emergjence. E pikërisht këtu ishte mbjell fara e shkatrimit të tij. Ai kishte një plan loje të jashtëzakonshëm për sulmin, por as një strategji për mbrojtjen. Po hynte në një lojë me rrezikshmëri të lartë, pa e ditur as se si dukej humbja, duke e lënë veten totalisht e ekspozuar ndaj përplasjes së pashmangshme me realitetin. Pra çfarë drejçin është ky plan pre-mortem? Shikoni pak këtë tabelë, e tregon shumë qartë diferencën. Në të majtë, plani për sukses flet vetëm për vizion, rritje, potencial, kurse plani pre-mortem në të djathtë ka të bëjë me vendosjen e kufive, përcaktor saktësisht se sa dhimbje je gati të durosh, financiarisht, kohë, reputacion, përpara se të fillosh fare. Është si të instalosh alarmin e zjarrit përpara se të ndezish sobën. Ky citat e godet pikërisht në shenjë. Ky nuk ishte thjesht një detaj i harruar, ishte një vrim e zezë në planin e tij. Pa ato kritere të paracaktuara, të vendosura në një moment kur ishte i qetë dhe logjik, ai ishte i destinuar të merrte vendime të tmerrshme kur presioni u rrit, i udhëhequr nga paniku dhe egoja. E kështu, me vështirësitë e para, fillon rrëshqitja. Por çfarë ndodh në të vërtetë brenda kokës së një themeluesi kur ëndra e tij fillon të thërmohet? E po, pikërisht këtu, psikologjia merr timonin dhe logjika hidhet në sediljen e pasme. Kjo nuk është thjesht një zhgënjim, është një sulm i mirëfillt ndaj sistemit tonë nervor. Jim Paul e përshkruan si një dhimbje thuajse fizike, ai shtrëngimin e stomak që e bën të pamundur të mendosh qartë. E kjo dhimbje primitive na ka përfyti dhe na shtyn të bëjmë gjëra të çmendura vetëm për ta ndaluar. Përballë kësaj dhimbjeje, reagjimi i parë i Albanit ishte të ndërtonte një mur. Egoja e tij, e cila ishte bërë njësh me artizanet, nuk e pranonte dot që krijesa e tij kishte defekte. Kështu që çfarë bëri? I quajti kritikët ignorant. Është një histori klasike, ku realiteti dhe egoja përplasen, shpesh humb si është realiteti. Dhe dhimbja e çoi në një kurth të dytë, akoma më të rrezikshëm, iluzionin e kontrollit. Ai filloi të besonte se nëse ai thjesht punonte më fort, do ta kthente situatën. E shihte veten si kapitenin që mund ta drejtonte anijen në çdo stuhi, por harroi se oqeani i tregut ka forcat e veta, forca të fuqishme dhe krejtësisht indiferente. Ky besim i verbër e bëri atë të shurtë ndaj të gjitha kambanave të alarmit. Ndërsa ishte i fiksuar pas punës së tij, ai nuk i pa konkurrentët e rinj që po dilnin si kërpudhat pas shiut, nuk i pa ndryshimet në algoritmet e kërkimit që po e varrosnin platformën e tij dhe, mbi të gjitha, nuk e pa faktin e thjeshtë që ndoshta tregu nuk e donte produktin e tij atë se kishte imagjinuar. Tani, i verbuar nga dhimbja dhe i mashtruar nga iluzioni i kontrollit, Albani nuk u tërhoq. Përkundrazi, ai bëri atë që bëjnë shumë kumargjinj kur fillojnë të humbasin. Ai dyfishoi bastin, duke e gërmuar vrimën akoma më thellë, me shpresën e kotë se në fund do të gjente një dalje. Të ndërpresh humbjet, kjo shkon kundër çdo instinkti njerëzor. Kërkon të pranosh që ke gabuar dhe egoja e uren këtë gjë. Është shumë e lehtë të pres, të shpresosh, të bësh sikur gjërat do të rregullohen, por siç thot Paul, në botën e rrezikut, vonesa është si një helm që vepron ngadalë. Dhe ja ku e shohim këtë në veprim, shikoni këtë zinxhir katastrofik. Hapi 1, ai derdh të gjitha kursimet e tij personale. Pastaj, hapi 2,
merr një kredi me interes stratosferik. Dhe në fund, hapi 3, një fushat marketingu e dëshpëruar. Çdo hap ushqej nga tjetri, i gjithë i nxitur nga kurti i kostos së zhytur. Ai besimi irracional se me që ke humbur kaq shumë, duhet të vazhdosh të investosh. Ai nuk po investonte më, ai thjesht po i hidhte benzinë zjarrit. Ndërsa Nia po fundosej, si po justifikonte ai këtë për veten e tij? Këtu Jim Paul na jep një nga mjetet e tij më të fuqishme, dallimin midis pyetjes çfarë ndodhi dhe pyetjes shumë më të thellë, pse ndodhi. Njëra është justifikim, tjetra është e vërteta. Kjo tabele tregon perfekt. Në të majt, justifikimet çfarë të Albanit. Nuk ishim mjaftueshëm buxhet, tregu nuk ishte gati, thjesht fati keq. Të gjitha janë justifikime të jashtme, ku faji nuk është i tij. Por, në të djathtë, janë pyetjet e vërteta, ato pse që ai nuk donte t'ia bënte vetes. A e zgjidh produkti im një problem real? A është ky model biznesi i qëndrueshëm? Pa u përballur me këto pyetje të vështira, ai ishte i dënuar të dështonte. E pra, pas kësaj serie gabimesh të lidhura zinxhir, grumbullimi i tyre çoni një përfundim të pashmangshëm dhe tepër të dhimbshëm. Në fund të fundit, asnjë sasi pune apo parash të marra borxh nuk mund të shpëtonte një anije me një vrim në byk. Fondet u shteruan, entuziazmi u shua dhe me një klikim të fundit, artizanet u fshin nga interneti. Vizioni i madh u bë thjesht një grumbull rënojash digjitale. Dhe rezultati nuk ishte thjesht një biznes i dështuar, ishte një katastrofë personale. Ai mori një problem që mund të ishte një humbje e vogël e menaxhueshme dhe përmes një sër vendimesh të gabuara emocionale e shtrëndroi atë në një mal borxhesh që do ta ndiqte pas për vite me radhë, një shifër që të lë pa fjalë. Ky slide është çelësi i gjithçkaje. Këto nuk janë gabimet e izoluara, janë si domino që rrëzojnë njëra tjetrën. Dhe gjithçka filloi me atë mëkatin fillestar, mungesa e një plani premortem. Kjo e la të pambrojtur ndaj dhimbjes, e cila e bëri të pamundur të ndalonte humbjet e kështu me radhë. Është një sistem i përsosur, përveç shkatërim. Dhe ja ku qëndron mësimi i madh i nxjerrë në mënyrën më të vështirë. Aftësia e vërtet nuk është si të mos dështosh kurrë, sepse kjo është e pamundur. Mjeshtria e vërtet është të bëhesh një menaxher ekspert i dështimeve. Ti mbash ato të vogla, të menaxhueshme dhe ti përdorësh si mësime, jo si dënime me vdekje. E kjo na lë me një pyetje thelbësore për të gjithë, për çdo projekt të ri, për çdo vendim të madh. Cili është plani premortem? Çfarë kufish mund të vendosen përpara se emocionet të marrin kontrollin për t'u siguruar që një mësim i mundshëm të mos shndrohet në një katastrofë? Të menduarit për këtë mund të jetë ndryshimi midis një pengese të vogël dhe një gremine,